Rreth 75 nxënës të shkollës së muzikës Tefta Tashko Koço janë duke përfunduar provat gjenerale për koncertin e fundvitit, i cili do të zhvillohet në teatrin Andon Zako Çajupi prej orës 18 të së premtes. Kjo shkollë, duke angazhuar nxënësit më të mirë, është duke ringritur edhe një herë formacionet e mandolinave, të kitarave apo edhe korin, të cilët së bashku me nxënësit e pikturës, që do të ofrojnë një ekspozit pikture në hollin e teatrit, do të përbëjnë edhe urimin më të bukur për qytetarët e Korçës në këtë fundvit. Me nxënësit më të mirë, me numrat më të mirë të kryesisht nga muzika e dhomës dhe me ngritjen edhe në një numri formacione shtërinj, siç janë formacionet e mandolinave, të kitarave dhe korit së fundi, po realizojmë koncertin me rastin e festave të fundvitit. Jo vetëm koncertin, por dhe një ekspozitë me disa nga pikturat më të mira të nxënësve më të mirë të shkollës, pra do të jetë diçka e kombinuar. Repertori përbëhet kryesisht nga veprat muzikës dhomës, që përfshin edhe instrumentale, edhe arje të ndryshme, të cilat interpretojnë nga nxënësit e kantos. Me një repertor të pasur e festiv, nxënësit e shkollës Tefta Tashko Koço në Korçë ju mirëpresin pas ditën e sejntes për të festuar së bashku.